Ndërsa pritej arrestimi I Edi Ramës, I ka ardhur një ftesë dhe përveç kësaj vjen edhe Ivanka Trump, vajza më e dashur e presidentit Trump, së bashku me dhëndin Jared Kushner për të vizituar Zvërnecin, ku mendohet që do hedhin 1 miliard euro, së bashku me grupin e arkitektëve për ta parë. Me siguri e ka fiksim Zvërnecin sepse ngjan me Floridën, ku është në Mar-a-Lago edhe Villa Icon e Donald Trump, si duket prandaj pëlqen edhe Zvërneci. Por do flasim pastaj edhe për Davosin, për luftrat për Groenlandën, sepse në Davos Trumpi ajo që ai e ka theksuar është Groenlanda, e duam Groenlandën. Mirë, po kjo a bie një vdekje klinike të NATO-s, apo bie një shpërbërje të saj? Është e pashembull që vendi lider në këtë aleancë të kërkoj pushtimin e një ishulli të një shteti tjetër besnik të NATO-s, siç është Danimarka. Ne kemi parë luftë brenda vendeve të NATO, siç është lufta për pushtimin e Kipros nga ana e Turqisë, një territor pak a shumë I pretenduar nga grekët, por është e veçantë që të futet në luftë fuqia udhëheqëse e NATO-s për të marrë një territor. Për të diskutuar rreth këtyre problematikave kam të ftuar sot zotin Arben Çuko. Ben, mirëmbrëma, mirë se erdhe. Mirëmbrëma. Po fillojmë nga NATO-ja, pastaj për të ardhur edhe te politika, se na katoset një çik kjo politika e brendshme me këtë të jashtmen që vjen këtu, por e lidhur me çështjet e sigurisë. Sepse ne thamë edhe para emisionit, në momentin që vinë investimet amerikane këtu, madje Ukraina këtë po kërkon, të fusë investimet amerikane, se futja investimet amerikane, automatikisht bie forcën amerikane, fuqinë amerikane për të ruajtur investimin e vetë. Dhe besojmë mbas kësaj nuk do shohim manje greke që zbrazin depozitat e fekaleve përpara Sazanit dhe Vlorës. Gjithsesi do ta diskutojmë më vonë vizitën e tyre. Atëherë, Groenlanda. Jemi në një pikë ku Trumpi rishtas deklaron e dua, do ta marr, juve edhe më përpara keni shitur ishuj, juve nuk keni meritën pse keni bajtur me një vark aty, se me varka kemi qenë edhe neve. Thjesht pasojat politike që bie gjithë kjo. Pikërisht pra, gjë më shqetësuese janë pasojat që vijnë pas kësaj, sepse mendoj që në një formë ose në një formë tjetër atje do janë amerikanët. Ata janë, e kanë një bazë të tyre dhe një bazë të NATO. Kanë pas që 1941, sepse historia vërtet është që danezët dhe norvegjezët para 700 vjetësh vajtën vunë një settlement atje, një bazim të vogël për foka, për balenat në tepër, për gjuetin e balenave është mbajt ajo. Ajo si bazim. Aty gjithsesi, aty ka I popullsi, disa mira. 57.000. Po, 57.000. Ka edhe një hidraulik që në kodë në bën presidenti. Dhe 1941, Danimarka u pushtuar 1940. Nga Gjermania pa luftë, pa asnjë lloj rezistente. Dhe Mbretëresha një ditë. Një kompani, vetëm një kompani, po ju them vetëm elementet e përparuar të kësaj kompanie me një mitraľoz kanë qenë jo më tepër se 20 veta në një kryqëzim rrugësh. Më duket edhe se kishte ardhur urdhër që dorëzoheni. Gjithsesi, ata prapë e bën filmin. Neve s'bëjmë film, neve kemi lënë ca të vrarë, por nuk e bëjmë film, ne e quajmë. Dhe me që e për fjallën këtu, po them edhe diçka tjetër. Kam parë në Netflix disa filma holandez për rezistencën që kanë bërë. Po holandezët dhe francezët kanë qenë të fundit që u dorëzuan Reichstag. Do të thonë kur rusët po pushtonin edhe Reichstagun, që morën fund lufta. Pra, amerikanët atje kanë që 1941, sepse mbretëresha e asaj kohe daneze I kërkoj atyre që të shkonin të vendoseshin në Groenland. Për të ruajtur, për të pasi bazë, ruajtje për rrugë kalimin e Lend-Leasit nga Oqeani I Veriut drejt Murmanskut.
Dhe ata ndajnë deri në 46-ën aty. Në 46-ën u tërhoqën, e lanë një bazë. Pra, në një formë ose në një formë tjetër, Amerikanët do të realizojnë atë që ka shprehur Trumpi. E kishte lënë Trumpi, do të harrim me diskutime, do të diskutojmë. Nuk ka rëndësi. Kryesore për ne, sepse ata Amerikanët e dinë vetë punët e tyre, po mbas edhe danezët bashkë me evropianët, mbas e i dinë dhe ata vetë punët e tyre, por përplasje e këtyre dy kahjeve, brenda një aleance, dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës, shtetit lider të NATO-s, edhe shteteve më të fuqishme të NATO-s, evropian, Gjermani, Franca, Angli, Kanada. Po Gjermania sigur e kishë ndryshuar një shika. Po prapë shprehen ata, e kanë shprehur të tillë, po më të egër kanë qenë anglezët, francezët dhe kanadezët. Ai kryeministri i tyre sot apo dje mbajti një fjalim i ashpër, por ishte drejtues, drejtonte politikën diku në një qëndrim, dhe qëndrimi këtyre ishte i fort, i fuqishëm. Ai tha troç, o në truez, o meny. Pra, pa fuqi, po nuk je i fort, i fuqishëm, i bashkuar, thot, do jesh meny për ta ngrënë superfuqit. Kjo është më shqetësuesja. Sepse janë shenja shumë të qarta. Ne kemi diskutuar dhe para shumë vitesh, dhe kemi diskutuar që brishësia e NATO-s. Ka filluar të shfaqet brishësia e NATO-s para disa vitesh. Tashti janë shenja shumë të qarta që kjo aleancë ose do të reformohet, ose kështu siç është nuk do të zgjasëm tepër. Dhe menuja lojmin e dvejgjit. Trumpi kishte bërë një deklaratë të cilën unë po e përkthej paka shumë trash. Nuk kemi malat, po janë ata që janë në një linjë me ne. Në një analizë, jo shumë të thellë, se akoma nuk kemi parë të shtjellohen më tepër planet e Trumpit për këtë aleancën e paqes. Po unë mendoj që nuk janë thjesht vetëm për gazën. Kjo aleanca e paqes, unë mendoj që në planet e Trumpit dhe të administratës së tij të jetë një organizëm që do filloj të zëvendësoj Organizatën e Kombeve të Bashkuara. Unë kështu e mendoj. Sepse ai është tërhequr, Amerika është tërhequr nga shumë nën organizmat të kësaj, nga shumë projekte të Organizatës Kombeve të Bashkuara, dhe është shenja shumë e qartë. Unë mendoj që plani i tyre është që kjo në një të ardhme jo shumë të largët të zëvendësoj Organizatën e Kombeve të Bashkuara. Do kemi një vdekje klinike, si shpati lidhja e kombeve. Si shpati lidhja e kombeve, që doli Hitleri dhe Mussolini, thanë, nuk... Një dalje Amerikës si bie që automatikisht del komplet perëndimi nga loja. Del gjithë perëndimi. Kështu që unë kështu e shoh këtë. Aq më tepër që ne po e shohim që spin më ujë, rusët luftë në Ukrainë nuk pyesin për gjë. Pra, rendi ndërkombëtar, kemi thënë, filloi shkërmoqjen e tij me sulmin rus, edhe pastaj po vazhdon shkërmoqjet. Kjo është më shqetësuesja, sepse një përplasje, deri tash është verbale, kush e di se sa mund të thellohet përplasja midis perëndimit Atlantik dhe lindjes Atlantike, midis Amerikës dhe Evropës. Po shteteve të fuqishme të Evropës, ne nuk mund ta dimë se deri ku do shkojë. Dhe kjo është automatikisht shpërbërje e NATO-s. Falë se po drejtohem me shkurtër. Ti për këtë do votoje? Unë nuk do votoja as për Gjermaninë, as për Italinë, as për Anglinë, nuk do votoja për amerikanët. Do për të mbajtur linjën e tyre. Para se t'jap të përgjigje, unë do isha për t'i thënë, doni Groenland dhe hajmë merrni dhe ishu tek familjet, po de. Po them që historia moderne e shqiptarëve
ka janë 2 pika shumë të fuqishme në përkraje të asaj që sa po thatë ju. Ishte Wilsoni që vuri veton e fuqishme atje, që tha, e drejta e vetë vendosjes së popujve është themelore. Dhe ishte edhe Bushi, që futi Shqipërinë në NATO, që miratoi dhe njohi i pari shtetin e Kosovës. Këto janë dy pika kulmante në historinë e shtetit shqiptar. Jo të kombit shqiptar. Kombi shqiptar është, raca shqiptare është 5.000 vjeçare, 7.000 vjeçare. Por shteti shqiptar, këto janë në marrëdhëniet me Amerikën dhe në luftën e tij për mbjetesë, këto janë 2 kulmimet. Ose në luftën në Kosovë që bëri Clinton, ja? Po normal, kur them pavarësinë e Kosovës është rrjedhore luftës. Është një vazhdim amerikan. Edhe kjo na çon në atë logjikën që sapo e përmendë, që në qoftë se amerikanët do të qëndrojnë në Europë, atëherë ky është shpëtimi jonë strategjik. Është siguria jonë më e mirë strategjike. Sepse Evropa nga ana ushtarake është e papërgatitur, është e paftë se cili shtet i fuqishëm evropian nuk ka dalë akoma nuk e ka nxjerr akoma veten e vet nga logjika e vjetër kolonialiste. Arven, më bënte për Franca vazhdon, Anglia vazhdon. Ju kanë mbetur ora. Gjermanët, sa të i kanë shikuar Amerikan, do fillojnë të... Shiko, më ka bërë përshtypje një meme shumë e bukur, ku Heinz Guderian, generali famshëm i luftës së dytë botërore, i tankeve, thotë, mbasi mori vesh që Gjermania rishtas hapi luftën në 2 fronte, me Rusinë dhe me Amerikën, ngriti një dolli e tha, ta gëzoni disfatën e tretë. Po, sepse kemi diskutuar lufta... Ishte në një farë mënyre që mos merë për kota, ato 13 ushtarë që ke shuar aty, ti më tepër po i bën sherr vete se sa po i bën der. Po, kjo është shqetësuese. Për mua shqetësuese është kjo shpërbërja ose më mirë shenjat e qarta të shpërbërjes së NATO-s. Dhe kjo dëmton të vejlit shumë bashkë. Neve deri tashti jemi përqendruar tek NATO-ja. NATO duke nënkuptuar Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në një moment që Shtetet e Bashkuara të Amerikës vendosin të tërhiqen, megjithse do të ishte perandoria e dytë mbas asaj sovjetike në historinë botërore, që do shpërbënte veten. Po refuzon perandorinë e vet, do shpërbënte veten. Pastaj për neve lind një dilemë e madhe, sepse Rusia bëhet një fuqi e madhe në Europë. Pavarësisht se kanë gjetur në Ukrainë. Për kushtet kur Bashkimi Evropian, ose më mirë bashkimi politik i shteteve të Evropës është shumë i dobët. Beni, po dilte edhe ka pasur dhe një analizë tjetër, në mungesën e amerikanëve thoshte, kush është ai ushtar gjerman që i bindet një komandanti francez, apo ai ushtari polak që i bindet një komandanti gjerman? Se del ky problem. Pikërisht pra, kjo është pika më e dobët e Evropës. Se po të marrësh shifrat e Evropës, janë mbase të barabarta me të Amerikës në shumë fusha janë më të mëdha se të Amerikës. Mirë, po edhe diçka tjetër, se ju e dini më mirë se unë. Po të gjithë këto vende, asnjëri s'ka të unifikuar se cili përdor një tank, një tip tjetër, pjesëkëmbime të tjera, artilleri me kalibre të ndryshme ka ky tank. Çështja e logjistikës, po NATO-a për shembull kërkon një riformatim dhe të industrisë, kjo nga e para. Normal, po se i bie i bie pastaj që Franca thot tanku gjerman është më i miri, unë do refuzoj prodhimin e tankut, po e refuzon dot prodhimin e tankut Leclerc për shembull për hatër të tankut gjerman, apo Italia do ta refuzoj. Se do ta kenë riun tek realistë e porta, do t'i harrojnë të refuzimet që thoni ju, po gjithsesi sistemet
sistemet e armatimit, sistemet e mëdhaja të armatimit, po qoftë edhe këto, për shumë municioni është i unifikuar për NATO. Okej. Topat e tankeve janë të unifikuar. Një kalibër ka gjithë tanket. Jo, Arieti e kishte ndryshe, se mbaj Është mend 120. Arieti Tashti është 120 mm smooth bore. ndryshonte, njëri e kishte lisho, Smooth tjetri e kishte bore. me vjaska. Smooth E mbaj bore. mend të paktën Arieti, Vetëm nuk e di anglezi- të tjerat. Vetëm anglezi e ka me vjaska, Okej. topin. Gjithë pjesa tjetër, Jo, as italianët se kanë njësoj si Gjermani, se ngrinin çështjen e unifikimit. kjo, e dyta, aviacioni evropian, luftarak, Eurofighteri, po dhe kjo Rafale, janë ndërtuar nga disa shtete. Edhe gjenerata e 6 që po e ndërtojnë ata janë të unifikuar Itali, Angli, Gjermani, Francë, pra nuk është problema jo. Për mua problemi më i madh është fuqia e dobës e bashkimit politik të Evropës. Sistemi politik evropian është të merrësisht i dobët. Sistemi politik evropian është i tillë që nuk merr dot vendime të forta, kështu si që është ndërtuar. Pra, ose do të reformohet, dhe këtu vjen prap çështja tek ne, ose Evropa si që është tash në vazhdën e këtyre ndryshimeve gjigante, përmbysjeve gjigante geopolitike në botë, do të duhet të reformohet fort, ose do të ngelet një pellg me ujë që këta të mëdhenj do jenë qendra dhe ne të vegjëlit do jemi periferia dhe do shkelet nga Jo vetëm periferia, po dhe monedhë shkëmbimi, këtu monedhë shikreti shkëmbimi, madh. pra, monedhë shkëmbimi. Dhe një gjë është që sido që erdhin punët, Serbia asnjëherë nuk u vu kundra Rusisë. Do me thënë, u përdrodhi, shiti armë Ukrainës, por në finale nuk u shkëput nga Rusia. Pra, Serbia si fqi njën problematike, ka një aleatë në malë të fort. Po neve, këtë do kemi. Se Italia nuk është mishë ngrënëse. Italia nuk është për vetë. Nga fuqia ushtarake, Italia është... Dëgjoja një këtë Vanaqin, thoshte 50 tanke kemi operativ. Po, që më besoj se kam 50 tanke operativ, por nuk kam tepër se 200 tanke. 200 tanke kishin, nga cilët vetëm 50 kemi operativ. Një batalion tankesh. Se disa Një batalion është. 50 tanke një batalion. Me sistemin e pasaj u hodh një tjetër i tha, ka- po s'na duhen, pse por në rusët ne kemi varg malit, do filloni luftën partizane, me sa duket ata. Ti hidh një ngurë, si Skënderbeu. Pra, unë mendoj që... Franca nuk ka qenë ndonjëherë filo shqiptare. Jo. Gjermania në doktrinën e tyre të sigurimit na konsiderojnë gjithmonë shtete kuzhinet. Ata deri në Kroaci shkojnë, domethënë deri në veri të Kroacisë e kanë atë limesin në tyre. Nuk na konsiderojnë Linja, pra linja e vjetër e Austro-Hungarisë. Po. Kjo është. Linja Deri e aty vjetër e shkojnë. Austro-Hungarisë. Pra, për Turqia? ballë leadershipit, po, unë atë mendoj, unë mendoj trekëndësin evropian këtu, trekëndësin Turqi, Gjermani, Itali. Turqi, Gjermani, Itali. Për ne. Sepse historia ka treguar që pjesa tjetër ka Ose qenë s'na llogarit. në mos indiferente, pra në mos agresive ndaj nesh, ka qenë indiferente ndaj vendimeve që janë marrë për ne. Ne, fati joni keq ishte shkatërimi i Austro-Hungarisë. Fati joni mirë ishte ata mira partizan të moshës 18 deri në 30 vjeç që dolën dhe radhitën në Shqipëri në Kaun fitus. Kaun Me zi dhe fitus. radhit. Me zi. Në Me Kaun. gjithat kontribut. Po, me Kaun fitus. Fati joni mirë ishte shpërbërja e Jugoslavisë, edhe ndërhyrja fort amerikane për të shkëputur Kosovën nga Serbia. Mirë po, jeta nuk është fat, nuk është vetëm fat. Fatin e vetë në dorë e ka vetëm i forti dhe i fuqishmi, dhe i bashkuari. E vërtet. I topti nuk ka fat,
Unë nuk mendoj që ekziston Aq më thënë fati një kohë. a priori. Si Fati kjo mbështetet Sovja mbi ku- fuqi, mbi vullnet dhe mbi fuqi. Aleanca Kosovë, Shqipëri, Kroaci, të duket funksionale? Si aleancë shumë e burë, Shiko, po ta shohësh edhe si gjeografi. Ajo është një aleancë e goditur. Funksionale apo jo, aleanca do provohet gjithmonë në kohë të keqe, jo në kohë të mirë. Po mirë, çfarë mekanizmash duhen vënë në lëvizje, çfarë organizmash përbashkëta duhen vënë në lëvizje që kjo aleancë mos mbetet në letër? Duhen bërë një unifikim armatimi? Jo, nuk... Duhen bërë manovrat përbashkëta? Stërvitjet përbashkëta, si ta shpjegoj unë, pra, afrim, stërvitja është gjithmonë afrim i ushtrive, marrja nga aftësitë e njëri tjetrit, marrja nga dijenitë e njëri tjetrit. Ky është edhe një projekt i Tuxmanit, që në kohën e luftrave në Po sepse u ravizua, u vranë me qindra mira njerëz në shkatrimin e asaj Jugosllavie dhe u ravizua kush është miku dhe kush është armiku. Edhe kjo duhet të vazhdoj. Rëndësi ka vullneti. Për unë e shoh shumë të rëndësishëm vullnetin politik. Qofse vullneti politik, pavarësisht qeverive të këtyre tre vendeve, do t'jeti palëkundur, gjithë pjesa tjetër është mekanizma në zbatimin e këtij vullneti politik. Pastaj të merren sisteme të përbashkëta, le të ngrihen uzina të përbashkëta, le të bëhen manovra stërvitje të përbashkëta, le të bëhen plane në fund fare. Maja është planet e përbashkëta luftarake. Këto tjerat nuk është edhe ka ndonjë rëndësi të madhe. Nëse do u bëhen planet përbashkëta, atëherë kjo është aleancë e qëndësishme siç është NATO, ose NATO planet i ka përbashkëta. Megjithëse Von Brauchitsch ka thënë që planet blejnë vetëm 5 minutat e para të betejës. Po, ky komandanti i Komitetit Ushtarak është një admiral hollandez, me harrova emrin tash. Ai tha të njëjtën gjë, po tha planet i ha përmjes lufta. Tamam. Rikthehemi edhe një herë tek problematika e shpërbërjes së NATO-s. Një shpërbërje e NATO-s do të thotë që Shtetet e Bashkuara largohen nga bregu i tyre lindor. Në një farë mënyrë, Oqeani Atlantik në këtë moment është një liçen i NATO-s. Po. Por, të shesësh Europën për hatër të një ishulli Groenlandës, sa do i rëndësishur që në një farë mënyrë ti e ke. Se danezët e shkret po thonë, bëj çfarë duash, merr çfarë duash, vetëm mos na thuaj për Rom. Besoj që je në dijeni që amerikanët nxorën dokumentin e strategjisë të sigurisë tyre kombëtare në 10 orë. Dhe ata e shprehin qartë zonat e interesit. Dhe thoshte hemisfera perëndimore është zonë interesi. Dhe hemisfera perëndimore fut Amerikën e Jugut e Kanada dhe pjesën e Evropës. Me po që tjetë lider i kësaj hemisfere Amerika, sepse ky dokument pranonte botën shumë polare. Pranonte Kinën, pranonte Rusinë. Se Rusia ishte, po, para tashmë pranonte Kinën, që ka zonën e vet interesit atje ku e ka. Dhe që tjetë lider i kësaj zone hemisfere Amerika, i duhet një Evropë e dobët. Jo e dobët e përçarë politikisht. Pra, ky bashkimi Evropian, si që është ashti, i duhet akoma me i fragmentarizuar, sepse vetëm kështu Amerikanët e dominojnë plotësisht Evropën, industrinë, armatimin, teknologjinë, shërbimet, gjithçka. Kështu që unë nuk mendoj që Evropa do jetë armike e Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Por do i të jetë thot, subordinate, o në shtroni ose pra do me thënë, duhet të vazhdoni të jeni vasal, të shkeni gjërë të ashtë. Kjo është çështja. Dhe mos ufroni. Mekanizmi i Bashkimit Evropian i tillë siç është, i lejon Amerikës që të bëj këto gjëra. Një mekanizëm shumë efikas, shumë i shpejt, shumë i qëndrueshëm, pa burokracira, tilla nuk i intereson amerikanëve, sepse Bashkimi Evropian, ju thash, nëse Bashkimi Evropian do të jetë politikisht i fortë dhe i bashkuar, një qëndrim, një mbrojtje, një politikë të jashtme, një politikë financiare etj, është hiq armët bërthamore, edhe aeroplan mbajtëse, të gjithë pjesën tjetër e ka pajsa Amerika. Kanë vështirësitë e kooperimit, e të bashkëpunimit etj, por ju thash, vullneti politik dhe bashkimi politik sjell po edhe si fuqinë e aeroplan plotë. mbajtëse nuk janë. Italia ka 2, Franca ka 1 apo 2. Kjo Britania ka 2, po Spanja ka 1. Problemi janë, është fuqia e projekcionit, pastaj se mbetesh si Kuznetsovi, që po kur aeroplan mbajtëse Kuznetsov, ruzë që i mbaroi karburantin në Gibraltar dhe nuk i jepte njëri karburant. Jo, shiko, Italia nuk ka aeroplan mbajtëse, ka helikopter mbajtëse. Kishte Po kavuri. dhe kavuri është quhet aeroplan, është një miks. Bazën kavuri mban 8 avion me ulje dhe ngritje vertikale, mban dhe 24 helikopter. E kanë çuar në demontim, janë duke bërë një tjetër, prandaj do ta çojnë për demontim. Po pra, nuk është se në fuqinë detare është Amerika. Anglia ka 2. Si shpjegohet që thonë që kinezët e kanë barazuar në tonazh bile e kanë kaluar marinën ushtarake amerikane? Shiko, në sasi, jo në tonazh. Në sasi, lufta njësh kinezët e kanë kaluar flotën amerikane. Në numër anier? Në numër anier e kanë kaluar me mbi 100 anije. Por, keni parasysh që amerikanët kanë aeroplan mbajtëset, helikopter mbajtëset, kryqëzorët, destroyerët, anijet mbështetëset, logistikës, kuptohet. Që janë të domosdoshme. Do të thonë, ty nuk të mjafton një aeroplan mbajtëse, ti duhet kesh dhe flotën mbështetësët. Normal. Dhe këto, i bazën e aeroplan mbajtëses krijohet një duhet kesh dhe nëndetëse. Kuptohet. Që quhet Carrier Strike Group. Pra, një aeroplan mbajtëse ka shoqërohet me 2 nëndetëse, me një helikopter mbajtëse, me 2 kryqëzor, me 3 destroyer, me anije mbështetëse. Kjo quhet grupi sulmues i aeroplan mbajtëses. Çështja është që amerikanët, duke qenë fuqi globale, janë mbështetur vetëm me këtë që thash unë, Carrier Strike Group. Dhe amerikanët kanë që në 1985 që nuk kanë më fregata. Se teoria tyre e globalizmit, fregata është një anije e vogël me konceptin amerikan. Amerikanët 2 vjet kanë, 3 vjet kanë që kanë marrë vendimin që të prodhojnë fregata. Mbi bazën e fregatës italo-franceze, Fremit. Atë kanë marrë si bazë, edhe të parën do ta po e bën kjo Fincantieri italian. Ndërsa kinezët, fregatat i kanë në mas, mund të kenë 60-80 fregata kinezët. Ajo që është më friksuese për strategjistët amerikanë të detit, është shpejtësia dhe ritmi i ndërtimit të flotës kineze. Pra, në qoftë se amerikanët nxjerrin 2 destroyer në vit, sipas programit që kanë, kinezët nxjerrin 6 dhe 8. Qoftë se amerikanët nxjerrin një aeroplan mbajtëse në 5 vjet, kinezët kanë bërë 3 për 6 vjet. Edhe kanë të 4-tën kanë tjerë. Pra, shpejtësia e
ndërtimit të anijeve nga ana e Kinës është 3 herë. Kualiteti është i njëjtë, sepse Kualiteti duhet provuar. Kualiteti duhet dhe provuar. vetë kolonelët kinezë thonë pastaj kemi problemin e tjetër që nuk kemi provuar forsa në luftim real që nga lufta e Vietnamit, që është ai koordinimi midis komandave toksore detale. Ai është problem për gjithë ushtritë e botës, edhe për vetë ushtrinë amerikane. Atës po e realizon të ushtria ruse dhe ukrainase, që kanë 4 vjetë, që po derdhi gjak dhe nuk po e realizojnë dot sipas konceptit të shkruar të luftës gjitharmshe. Gjithsesi, pavarësisht se si luftë ajo puna e Irakut dhe Afganistanit ka qenë Ishin kuajt ngordë, mirë, po patjetër. Po ka qenë si poligon prove ishin, atë do të thoja. Po gjithsesi për forcat toksore dhe ajrore një provë zjarrit është, gjë që Kina nuk e ka bërë akoma. Ushtria kineze. S'ka ndonjë provë zjarri, se vietnamezët me forca territoriale i përzuan kur ju sulmuan në kohën e Deng Xiaopingit. në 79 kanë bërë 79, një luftë kufitare, për i të vërtetës, paçka se ne nga që u prishëm me Kinën, thoshim që vietnamezët po fitojnë, po e vërteta është që ushtria kineze, vietnamezët pra, ato objektiv që kishte për ta ndëshkuar në thonjza për pushtimin e Kambodgjës, Si arriti? ja arriti, e pushtoje qytetet, ka pushtuar Ja arriti Vietnami me që e pushtoi Kambodgjën. Kambodgjën, po kinezët sulmuan Po pra, Vietnamin për ndërshkim, thjesht për ta ndëshkuar. shiko, kur Që jam unë këtu i madhe dhe ti s'mund ta... Megjithatë nuk pyeti fare Vietnami, e pushtoi E Kambodgjën. pushtoj, pasi pushtoi Kambodgjën, Po pra, e sulmoi Kina Vietnamin. Po pra, Jo dhe- para. dhe luftuan deri në momentin që pastaj vietnamezët fuën një divizion famshëm, 326 që kishin ata Jo, nuk, e vërteta është që forca kinezët... territoriale, pa, me çka më lexuar unë në Wikipedia, se nuk i kam rënë gjatë asaj. Kinezët i pushtuan ato një 3 qytete, aty që ishin deri në 40 km thellësi brenda, po si duket deri aty e kishin atë edhe me qëllim nuk përdorën aviacion absolutisht fare. Kinezët. Se vetëm aty e kishin frikën, sepse vietnamezët ishin mjeshtrat e luftës kundërore. Deri në 75-ën bën luftë kundërore. Shiko, zakonisht kur ha drufua erdha të ndëshkoj se po igi, po s'ma mundja që... Jo, se kam pas qëllim ata që të pushtonin Vietnamin. Dakor, Vietnamin atë kohë sa 20 dash nga lufta me amerikanët, i kishte vënë të mprehur, kishin një eksperiencë 50 vjeçare. 50 vjeçare kishin. Nejse. Pra, kjo është frika e kësaj përplasjes. Gjithsesi, Pra ata e kanë pranuar Kinën si fuqi të madhe. Amerikanët. Po patjetër. Po gjithsesi detrat ende i zotrojnë amerikanët. Ajo që quhet thalasokracia. Padyshim, unë mendoj që gjithë synimi i forcimit detar kinez është të ruaj rrugën e naftës nga Irani dhe ata problem tjetër kanë në mungesën e bazave, që të projektojnë forcë. E kanë 2 baza kanë. një në Xhibuti e kanë ata të fuqishme, aty te Gjiri Persik e kanë. Po në qoftë se nuk ke një flotë fuqishme arë pranmbajtëses, nuk mund të asigurosh do të rrugën nga Gjiri Persik deri në Kinë. Se në fundit do kalosh nga ngushtica e Malagës, nga Singapori. Aty do kalosh. Ai ka 800 baza në gjithë botën, ai tjetri, amerikanët. Gjithsesi të vim të halli jonë. Një diplomat i shuar joni më thoshte, thoshte, në një farë mënyrë serbët, ata që janë me mend shpëtuan që hoqën Kosovën, që i hyku Kosovë. Shpalli pavarësinë sepse është kosto e madhe mbajtja e një vendi të pushtuar, aq të vogël. 6 milion me 2 milion. Sot s'po mbaj. Janë 6 milion bashkë me hungarezët ata. Po pra, shteti serb. Po. Sot janë fuqi 200 milionësh dhe s'po mbajnë dot në zap fuqi që janë 10 herë më të vogla ose 20 herë më të vogla, sepse faktikisht lufta sot është bërë e kushtueshme. Mirë po, gjithë farë psikopatësh ke, sidomos serbët janë, për mua janë një popull i smur nga ana psiqike, se i shikoj dhe në rrjet,
që thonë të shpërbet NATO, do na shifni, do t'ju vim në Prishtinë, njërën tjetën, do na vini në Tiranë. Dhe ja e morën këta aventurë. NATO ja u morë vesh që nuk bën më. Nuk ka, për mua nuk ka në perspektivë të ndritur. Pa i këfori që është aty, Benat do ketë mëse, po u shpërdoj NATO ja u shpërdoj dhe këfori. Shiko, kapacitetet e këforit nuk janë simbolike atje. Po. Janë realisht simbolike. Pika, kolona, rreth të cilës është ndërtuar siguria e Kosovës nga jashtë, se nga brenda, kuptohet, kanë ushtrinë e tyre ata dhe kanë goxha shumë të mirë dhe po e pajisin fuqishëm shumë, është Bon Stili i dashur tanë. Sa ka në Bon Bon Stili, nuk s'ka rëndësi sa ka. Kaj sa i duhen, se di, qindra, mirë, kush e di, askush se di, vetëm se Bon Stili di që është një bazë gjigante. Bon Stili është amerikane. Është amerikane, ekskluzivisht amerikane. Dhe punojnë edhe kosovar, por atje brenda është... Jo, e rëndësishme është që komandat i merr nga Pentagoni, jo nga Bruxelli. Jo, është ekskluzivisht amerikane e ndërtuar nga shteti amerikan atje. Dhe u fol një herë që do ta hiqnin, do ta mbyllnin, madje shkruajti letër Hashim Thaçi, ju lutem mos e hiqni Bon Stilin e një. Pase ka qenë kështu pjesë e lojës politike, se nuk që i thot se më duhet për fondet në Kongres. Amerikanët u blen tokën, si thuhet në këto filmet tanë, në Flori, gjithë. Dhe ajo është një bazë gigante. Dhe ka kushtuar aq shumë, jo s'kam qenë deri te porta. Brenda s'janë futur, jo. Deri edhe dyqane kanë brenda. Gjithçka më gjithçka, prandaj them, askush se di, mund të jenë qindra, mund të jenë mira, kush e di. Ata nuk dalin me stadium. Jo, fare, nuk kanë punë me këforin. Bon Stili nuk ka punë me këforin, fare. Është jashtë sistemit. Gjithsesi, një goditje e tazëm, ata nuk shkojnë deri në Bon Stil, po godasin në veri. Ju duhet Mitrovica veriu, çojnë trupat deri në Ibër. Çojnë trupat deri në Kufi. Kush do veproj? Këfori nuk s'ka më ushtari që të veproj. Këfori nuk i ka kapacitetet. Si që është ashtie, më duket se është një forcë për 1500 veta, është nga 32 shtete. Unë kam shumë besim të ushtëria e Kosovës. Du ta dini që drejtimet e futjes së serbëve në Kosovë janë vetëm 4. Dhe janë drejtime, janë gryka. Janë gryka, që ngushtohen në 2 kilometër grykës. Edhe trupat e blinduara serbe do kalojnë ato gryka se bën me tanket e transportuese të blinduar dhe aty do të ngecin. Do të ngecin? Jam i sigurt. Po i kaluan ato fush, pastaj fushësh deri në Kukus, deri në... Po fushësh deri në Prizren. Po të shënë si kapë, si po ku po i kaluan ato. Por atyre ju duhet të marrin Mitrovicën në veriut, ka që duhet. Ta shtynë Kufirin deri në Ibër. Po e qa përfituar? Po koto sa ta marrin, të thonë është e jona. Edhe kaq, dhe do njojnë Kosovën pasaj. Jo, nuk do ta njojnë. Po, nuk besoj se ka arsye. Ose ta pushtojnë të gjithën, ose nuk e besoj këta. Unë kam shumë besim të ushtëria e Kosovës. Është shumë e disiplinuar, një pjesë e atyre përgatiten në akademitë tona dhe shumica atyre përgatiten në akademitë e huaja perëndimore. Një pjesë e madhe atyre në Amerikë dhe në Gjermani. Numër ushtarë sa kam? 2000 ushtarë kam? Jo, s'kan 2000. Sa ka? S'kan 2000, bashkë me rezervistët shkojnë sa ne. E kanë forcën rezervistë? Po e kanë, si se kanë. Në Kosovë? E kanë, pa dushim. E janë pajisur me sistemet më moderne sot. Nuk besoj se tanket serbe futen aty. Kanë blerë 250 javelin përveç këtyre sistemeve turke. Dhe këto sisteme turke janë shumë fuqishme. Përveç kanë mjetet blinduara, unë kam shumë besim tek ushtëria e Kosovës për të realizuar betejën mbrojtëse.
Vetëm 4 gryka kanë serbët për të futur Kosovë. Nuk pjesa tjetër është Besoj malë. ata edhe motivimin e kanë më të fortë, se sa neve. Padyshim që kanë motivimin fort. Po automatikisht i sulmi tyre i serbëve ndaj Kosovës të na fusi dhe ne. Patjetër, na futi. Po, sidomos në kuadër që s'është më NATO, na futu edhe neve automatikisht në lojë. Po dhe po tjetë NATO. Okej. Veni, sot Ivana Trump ka qenë në Vërnet. Zelenski shkret do të fusi Amerikanët të investojnë aty, se po futën Amerikanët tot. Rusi do ndalohet aty ku është investimi Amerikan. Se do përplaset në Nuk do Amerikanë, direkt. Direkt. Në momentin që ty të futet një investim Amerikan i rëndësishëm, a është kjo më mirë se sa ti je antar i NATO-s? Jo, ne të shpresojmë shumë që NATO të vazhdojë të jetë e bashkuar siç është. Po në strategjinë ushtarake gjithmonë luhet me variantin më të keq, më të vështirin, më të keq. Edhe me një analizë të thjeshtë është kjo. Një pyetje se folëm dhe para se të futesh në emision. Përse Amerikanët janë alat me ne? Se ne kuptohet jemi alat me ata. Po. Përse na kanë bërë këto? Në historinë e pas të 10-s, Amerikanët, me thënë drejtën, kanë qenë shpëtimtarët e kombit tonë. Po. Në Shqipërinë e futën në NATO, dhe Kosovën e çliruan dhe po e mbrojnë edhe sot. Pra, përveç se interesit të tyre geopolitik dhe geostrategjik të Amerikanëve, përveç se një feeling njerëzore, sepse edhe ata njerëz janë, edhe udhëheqësit atje në Amerikë njerëz janë, nga njerëzit përbëhet shteti i tyre, dhe ku shikojnë statistikat që 90% e racës shqiptare janë pro-amerikan, ndjen një lloj. Sidomos në një Ballkan që urren. Në një Ballkan që urren. Serbët i urren, grekët po ashtu. Jo, Aleanca Franco-Slave ka lidhje me filmin, që kanë dashurinë që kanë. Me filmin. Edhe këto janë dy arsyet që kanë qenë deri tashti, e para geopolitike, geostrategjike, e dyta një lloj feeling, që edhe ajo ka pjesën e vet në analizë. Dhe e treta është kjo, interesi ekonomik, se të bësh investim amerikan. 1 miliard euro, si që thonë, unë mendoj se është më tepër, po le të themi 1 miliard. Kam idenë që 1 miliard është vetëm Sazani, se pastaj Zvorneti do shkoj akoma më shumë. Pra, janë interesa të qëndësishme ekonomike. Sazani prapi joni ngelet. Nuk ka më bunker, do ketë vila. Po joni është. E di më kam të po leje shumë e shiti. Joni është, i shulli është jo. S'ka më bunker, do ketë vila, teritori është jo. Mirë po Amerikanët, cili do që tjetë president, bëhet fjalë për 10-20 vitesh, është i detyruar të mbroj interesin ekonomik të vetin kudo që tjetë në botë. Kështu që kjo është dhe një arsye më tepër për rritjen e sigurisë tonë, përsa i përket aleatit strategjik. Dhe është gjë shumë e mirë. Është realisht gjë shumë e mirë. Lere që thonë, unë gjithi djuam ato ëndrat, këto skenare, me helikoptere, me tjera. Unë thjesht i quaj mjerim të mendimit politik të tyre. Nuk i punon truri për gjithë. Pra, mjerim i mendimit politik i tyre. Por kjo është gjë shumë e mirë. Në qoftë se ju a thashë, e përsëris prap, Amerikanët këtu në këtë zonë, në Shqipëri, në Kosovë, në Majdoni, qëndësi kanë pasur malëzi, kanë interesat e tyre geopolitike dhe geostrategjike, tashmë do kenë dhe interesa ekonomike. Mirë sot vjen. Luftrat në botë, hiq një luftë çlirimtare, luftrat kryesore në historinë moderne janë grabice. Edhe luftrat çlirimtare bëhet se unë dua ta gëzoj vetë pasurinë time, jo të ma gëzosh ti. Pra, janë për territor edhe për pasuri. Kjo është thelbi i luftrave. Edhe luftrat fetare.
Aty Thelbi këtu është. është një ndër arsyet edhe lufta fetare pse Është cover, është mbulesa. Është mbulesa. Kygo, unë mendoj që mbas kësaj se pari janë jetë tragetet grek nuk do na lëshojnë një herë po gërat atje përpara se nuk do protestojmë më ne, po do protestojnë ambasada amerikane. Dhe e them seriozisht sepse po bën përpara një investimi amerikan gjithë mesele. Së dyti, padyshim nuk e diskutoj këtë që unë mendoj një garanci më të madhe se sa NATO-ja, sepse nëse NATO-ja duhet të mblidheshin 27 shtetet ta votonin, 32, se e ngatrohen Bashkimin Evropian. Të mbledhë ta votonin, këtu është njëri që ndele dhe thot, më ke shkelur gardhin, ke punë me mua tani, se s'ke punë me të tjerë. Dhe pastaj, duke pasur parasysh që Amerikanët janë shumë të qartë në këtë pikë. Më do thënë, ku kanë pasuritë të tyre, ata nuk vonojnë të çojnë luftanijet për ta mbrojtur. Aq më tepër aty, pas Alimani është 2 kilometër më afër. Aq më tepër aty, kështu që mendoj që shëtitja e Ivanka Trump sot në përbaltat e Zvërnecit dhe ngrënia drek në lungomaren e Vlorës është hera e tretë që vjen. Është shenjë mirë për ne. Pavarësisht interesave, ne interesat tona themelore janë interesat e sigurisë. Dhe kemi kaq që kohë që themi Amerikanët nuk investojnë në Shqipëri, nuk investojnë në Shqipëri, ja ku investuan. E para punës. E dyta punës. Çfarë ndryshimi ka një investitor italian ose një investitor grek që kanë prur deri tash ose fabrikë salca ose fabrikat punishtë të duralumit. Nga investitorë amerikanë. Përbanë një investitor amerikan i cili sot kur ka hyrë Ivanka Trump në investim, nesër do vinë investime akoma më të mëdha amerikane. Do të vinë brendet. Do të vinë brendet amerikane. Linjat. Për ta bërë Shqipërinë, sepse fat që kemi këtë, jemi te via Egnatia, fillon, për ta bërë një hub, një magazin që të shpërndahen produktet e tyre. Ata këte e kanë bërë dikur në Belgjik, sot Belgjika shpërndan nga prodhimet amerikane, unë po nisem nga motorët e varkave, Mercruiseri aty e ka qendrën, Toyota aty e ka qendrën, është japoneze. Po e kanë për veriun e Europës, tash është hapur edhe jugu, për lindjen, akoma më të Shqipëria është vendi më i bukur. Unë shpresoj që ajo ta bëj këtu dhe pastaj të kthehet ky vend në një hap i cili natyrisht do kërkojë mbrojtjen amerikane dhe e meriton mbrojtjen amerikane mbas kësaj. Po e para kjo, e dyta do të kërkoj dhe ndryshimin e konceptit ton njërë për rritin e fuqisë tonë. Rritin e fuqisë tonë. Në shokët që? Rritin e fuqisë tonë kombëtare, rritin e fuqisë tonë ushtarake. Pa e peshës tonë politike. Jo se kur flasë me ty më shkojnë gjithmonë të armatimet. Po edhe fuqia kombëtare, shkoj, pjesa ushtarake është fuqia ushtarake është pjesë e fuqisë kombëtare. E para është ekonomikja, pastaj vijnë të tjera, diplomatikja, ushtarakja është shtylla, pra ekonomike e ushtarake, këto janë fuqitë. Këto dyja janë shtyllet kryesore të fuqisë kombëtare. Me rritjen e ekonomisë, le të thonë çfarë duan ekonomia shqiptare ka qenë në rritje të vazhdueshme dhe stabil, do rritet dhe fuqia ushtarake dhe duhet rritet me ritme akoma më të mëdha fuqia jonë ushtarake. Sepse unë prap i qëndroj atij mendimit, i qëndroj fort mendimit, të varfrin dhe të dobtin nuk e respekton askush. Vetëm të japin lëmosh kur je i varfër të i dova. Të japin lëmosh, po për shok të do njeri. Pse respektohet Zvicra? E vogël është. Po s'është e varfër, është e fuqishme. Zoti Çuko, faleminderit që ishit sot me mua. Faleminderit për ftesën. Faleminderit edhe juve që na ndoqët, natën e mirë.